miq të dashur të emisionit Privemi, se po takohemi sërish bashkë pas 2 javë mungesë. E di që jeni lodhur po gjithçka në televizion, prandaj edhe erdha këtu sonte që minutat në vazhdim të paktën të relaksoheni me material të përgatitura nga kolegët tanë. E mbrëmjen e sonte po nisim me një histori e cila ka të bëjë me Anita Haradinaj, ku mori pjesë në samitin botror të gruas mes 70 shteteve. Ajo përfaqësoi Kosovën për të treguar një rrëfim shumë prekës dhe emocional për jetën e saj. Për çka bëhet fjalë, ndjekim më në detaje materialin nga Florian Halile. Jo të gjithë kanë fatin të jetojnë një jetë me më pak probleme, bariera e drama. Çdo kush që është i destinuar të bëhet emër i njohur ka histori të veçantë pas vetës. Prandaj, jo të gjithë janë heronj ose heroina. Një personazh me një jetë shumë të vështirë, interesante e që e bën pikërisht një grua shumë të fortë është edhe Anita Haradinaj. Javën që lanë pas në Tiranë ishte organizuar samiti botror i grave, me një qëllim për të fuqizuar gratë anë mban globit. Në mesin e 70 shteteve pjesëmarrëse ishte edhe Kosova që po përfaqësohej nga Anita. Prive së bashku me prezantuesen u thuan drejt kryeqytetit shqiptar për të parë nga afër gjithë eventin. Gjithçka ishte në bazë të protokollit ditor të caktuar nga organizatorët. Salla e mbushur me gratë dhe historitë e veçanta të secilës po priste rendin për të marrë fjalën secila nga të pranishmët. Pas fjalimit hërës, njoftimit të njëri tjetrit, ishte rendi prezantimit të programit nga organizatorët, ku pas fjalimit të gruas së kryeministit shqiptar, koha në vërtore ishte ndarë për Anitën. Prezantuesja kishte mbledhur në copza kujtimet më të veçanta nga jeta e saj, humbjet, fitoret, trishtimet, dhimbjet e lindjet në jetën e saj, duke bërë një histori interesante e mjaft të dhimbshme për gjithë pranishmit. Pas fjalimit emocionues të saj, e gjithë salla u qua në këmbë dhe duart rokitjet s'po kishin të ndalur. Unë mendoj që është e shëndetshme me nda historinë të tjerët, sepse përjeton një fat çlirimi, por gjithashtu konsideroj që si historia ime është historia e gjithë grave të Kosovës. Prandaj edhe e kam parë të arsyeshme që të vi të marr pjesë këtu dhe të ndaj këtë histori me gratë ndryshme nga bota, sepse ishim përfaqësuese të 70 shteteve të botës, që secila prej tyre kishte një histori. Do më thënë, ato kanë vjetërsi të historisë dhe të shtetit më të madhe se sa ne në kuptimin që nga pavarësia të tjemë. Dhe kanë pas nështë edhe fillimet e jetës tyre më të leta, në ndërkohë që ne si shqiptar jemi ballafaqur me shumë vështërsi, prandaj edhe nështë nuk kemi kaq shumë njerë gratë suksesshme në kuptimin të nivelit global. Të jesh fytyrë publike, e të ndash jetën tënde me secilin që intereson, e sa herë që intereson, ditë jetë mërzitshme, e lodhshme, por e pashmangshme. Por me këtë fjalim që Anita bëri dha një mesazh të fortë inspirues pikërisht për të arritur misionin që ja ka vënë vetës. Fjalimi im u prit mirë, historia ime u prit mirë, edhe u ndiva shumë mirë, sepse u pëlqeva nga të gjithë, u përgëzova nga të gjithë, pastaj edhe i njoftova me Kosovën dhe me anën e mirë të Kosovës. Ata kishte nga ata që s'kishin dëgjuar ndonjëherë për Kosovën, kështu që misioni im është që ti prezantoj shqiptarët sa më mirë dhe sa më të fuqishëm.
Jeta e saj me shumë drama, shumë herë të papritura, e ka bërë që të jetë një grua e fortë dhe në çdo gjë të gjej forcë e të përballet me të ardhmen, ashtu si të vijë. E kjo e ka bërë që të jetë edhe frymëzim për shumë gra tjera si vendore, ashtu edhe të huaja. There is no epithet in my life that I have kept with so more fact. Ne jemi ndoshta pak në numër, po historinë e kemi shumë të fuqishme. Edhe e kemi historinë sa të bukur, po aq dramatike dhe emocionale. Prandaj edhe aty pat shumë gra që qanë, sepse tash që ato ndoshta nuk e kanë përjetu kur luftën, nuk i kanë përjetu kur vështërsitë ose viktimizimin ose jetën në një regjim të caktuar, kështu që tingëllon interesante në arenën ndërkombëtare. Përderisa për neve mund të jetë vetëm e dhimbshme, për ata do të ishte shumë interesant, domethënë shumë dramë, shumë film, shumë e pa imagjinueshme. Por që pas gjithave, domethënë jeta është kaq e bukur, sa njeriu me siguri gjithmonë e gjen forcën për të vazhduar më tutje. Anita u përgëzua nga gjithë të pranishmit aty. Vëmendja që mori ishte e pamundur të mos vërejë, sidomos nga përfaqësuesja e Serbisë në këtë summit, e cila i dha një përkrahje të pakusht asaj dhe historisë personale. Unë jam mësu me pas shumë kontakt me njerëz, edhe edhe si tip jam, unë vetë nuk mund të rri, domethënë s'jam tip që e du vetmin. Jam shumë tip komunikativ dhe kam shumë njerëz për rreth gjatë gjithë kohës. Po që kur dolim nga salla gjatë pauzës, po u bë radhë gjatë me ardhe dhe me u njoftu për së afërmi, me bë pyetje nga më të ndryshmet, ishte ndjenje mirë. Po pse jo, sepse e thash ne kudo që shkojmë, kudo që prezantohemi, jemi ambasador të shtetit tonë, edhe për mua është e rëndësishme që ta prezantoj Kosovën sa më mirë dhe sa më fuqishëm kudo që të më jepet rasti. Me kaq përfundoi edhe një paraqitje suksesshme e një gruaje që përfaqësoi Kosovën në mesin e 70 vendeve në samitin e fuqizimit të gruas për vitin 2017.